Këshilltarja e presidentes Vjosa Osmani, Donika Kadaj Bujupi, ka reaguar ashpër pas deklaratave të nënkryetares së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, në të cilat ajo përmendi presidenten Osmani dhe u shpreh pa rezerva në lidhje me listën serbe. Kjo e fundit ka deklaruar në emisionin Debat Plus se nuk e ka problem të bashkëpunojë me listën serbe, derisa e ka fajsuar presidenten Vjosa Osmani për rënien e LDK-s në zgjedhjet e vitit 2021. Në pragun e 12%. Unë bash hiç problem nuk e kam listën serbe, bash hiç, sepse çdo qeveri e ka pjesë përbërëse të saj, bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, tha Hykmete Bajrami në deklaratën që tronditi skenën politike kosovare. Lista serbe, partia e cila funksionon në ndikimin e Beogradit dhe e ka bojkotuar më parë institucionet e Kosovës në veri, shihet si instrument politik i Serbisë në Kosovë. Nuk ka asnjë kuptim e rezon shtetëror që një deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës, profesoresh universitare e madje nënkryetare e një partie tradicionale në politikën tonë, të mos ketë asnjë problem me subjektin më agresiv kundër shtetësisë sonë, listën serbe, por të zgjedhin të sulmojnë publikisht në një emision televiziv presidenten e Republikës pa asnjë motiv racional. Ato sulme po vazhdojnë edhe sot me gjuhë ofenduese e përplot shpifje e tentim e denigrim, shkroi Donika Kadaj Bujupi në Facebook. Sipas këshilltares së Osmanit, presidentja punon çdo ditë për forcimin e shtetit, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Cila është porosia që deputetja në fjalë ka dashur të përcjellë qytetarëve me këtë qëndrim? Mbetet të besohet se nuk i ka llogaritur mirë fjalët dhe emocionet, sepse vështirë të besohet që dikush të mos ketë problem me listën serbe, por të ketë problem me presidenten e vendit të saj. Vetëm urrëtia patologjike mund të verbojë dikë kaq shumë, saqë me 10 herë t'i referohet kreut të shtetit vetëm me Vjosa Osmani e jo si presidente. Logjik jo që e shohim vetëm në mediat e Serbisë. Presidenti Osmani nuk është person privat, por presidenti i Republikës së Kosovës që para se të zgjedhet nga kuvendi mori bekimin e mbi 300.000 votave të popullit të Kosovës. Këtë besim e mori sepse ajo mbrojti të vërtetën dhe dinjitetin shtetëror, ka shtuar Donika Kadaj Bujupi.